Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariana Koçeku se ishte kërcënuar. Jashtë kuvendit ai tha për gazetarët se ky nuk është lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Unë besoj që kur një qytetar i Republikës Shqipërisë dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik. Besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Kështu që besoj që asnjë qytetar i Republikës Shqipërisë nuk mundet të jetoj nën fuqinë e kërcënimit, por siç thash, kjo është një punë nga organet hetimore dhe organet ligjzbatuese si Policia e Shtetit, si SPAK-u, në rastet nëse kemi të tilla gjëra. Shpreh solidaritet ndaj çdo shqiptari dhe jo më ndaj një kolegu, sepse kur një koleg deputet shpreh të tilla shqetësime, do të thotë që është cënuar institucioni kryesor i demokracisë që është parlamenti, por po e them edhe një herë, meriton vëmendjen e plot shtetërore për t'u hetuar si një rast. Ai foli edhe për amnistin, ku institucioni që drejton e zgjeroi listën duke shtyr afatin e përfituesve nga 31 dhjetor 2025 në 31 maj 2026. 466 persona liron direkt nga burgjet, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Me këtë shtyrje afati zgjerohet lista e përfituesve në 1335 të dënuar, ndërsa jashtë përfitimit mbeten subjektet e SPAK dhe XKK-s. Dallon fare qartë humanizmin penal nga ato vepra të cilat shoqëria ka rënë dakord që të vazhdojnë dhe të vuhet dënimin në institucionet tona. Siç e thatë edhe juve, në parlament është vendosur një datë e re dhe data është 31 maj, që do të thotë që sipas përllogaritjeve tona, po kuptohet to janë në bashkëpunim dhe me institucionin e prokurorisë, dënimi ulet, lirohen me njëherë 466 persona nga sistemi ynë i ekzekutimit vendimeve penale, pra nga burgjet të ndryshe, 466 persona kthehen në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre, dhe nga këto persona këtu janë 11 gra edhe një i mitur, ndërkohë që ulet dënimi për 869 persona dhe këtu kemi 8 gra dhe 2 të mitur. Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra vepra të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.